Policia e Durrësit ka finalizuar një operacion për kapjen e 2 personave të shpadhur në kërkim në lidhje me vrasjen e Denis Shumanit, ngjarje e ndodhur në fillim të këtij viti në Shijak. Në pranga kanë rënë 2 kushërinj, Indrit Fera, 38 vjeç dhe Dorian Fera, 36 vjeç, për të cilët gjykata e Durrësit kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg. Ata akuzohen për vepra penale të vrasjes me dashje të kryer në bashkëpunim, si dhe përmbajtje pa leje të armëve dhe municioneve. Sipas hetimeve, ngjarja ka ndodhur në 27 janar 2026, ku pas një konflikti të lindur për motive personale, 2 të dyshuarit dyshohet se kanë qelluar marrëzjarre ndaj Denis Shumanit. I plagosur rënd, 45 vjeçari u transportua në spital, por nuk arriti të mbijetonte plagëve dhe ndroi jetë disa ditë më vonë. Burime pranë grupit hetimor bën me dije se në zanafill të konfliktit dyshohet të ketë qenë një vajzë. Sipas informacioneve të mbledhura, viktima kishte komunikuar përmes mesazheve me teren, e cila në atë periudhë ishte në një lidhje me një prej autorëve të dyshuar. Kjo situatë dyshohet se ka nxitur përplasjen mes palëve. Hetimet kanë zbuluar se pas shoqërimit të vajzës në banesë, Dorian Fera ka marrë me vete kushëririn e tij Indrit Ferën dhe të dy janë drejtuar drejt banesës së Denis Shumanit. Dyshohet se fillimisht e kanë dhunuar fizikisht dhe më pas e kanë qelluar marrëzjarre duke i shkaktuar plagë fatale. Pas 5 muajsh kërkimesh, policia ka arritur të lokalizojë dhe arrestojë 2 të dyshuarit, të cilët tashmë do të përballen me drejtsinë, ndërkohë grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e plotë rrethanave dhe dinamikën e ngjarjes.